Një kërcënim për bombë detyroi të gjithë turistët të evakuohen nga pallati i Versailles në Francë. Këto pamje tregojnë momentet kur të gjithë të pranishmit dalin me shpejtësi pas alarmit të lëshuar nga ana e autoriteteve. Ndërkohë edhe në Muzeun e Louvrit në Paris, të gjithë të pranishmit u larguan nga ambientet e brendshme pas një njoftimi se aty do të ndodhte një tjetër sulm. Një zëdhënëse e Louvrit, muzeut më të madh në botë, i tha AFP se kishte marrë një mesazh me shkrim ku thuhej se ekzistonte një rrezik për muzeun dhe vizitorët e tij. Kërcënimet erdhën pas sulmit të ndodhur të premten ku një nxënës vrau me thik në një shkollë një mësues dhe plagosi 3 të tjerë. Si rrjedhoi kësaj ngjarjeje në të gjithë Francën, autoritetet ishin në gatishmëri të lartë, ndërsa vendosën trupa sigurie në të gjitha atraksionet turistike, por dhe në shkolla për të parandaluar ngjarjet e mundshme kriminale, të cilat janë nxitur gjatë kësaj jave akoma më shumë pas konfliktit të nisur mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit. E ndodhur përballë këtyre fenomeneve, qeveria vendosi të dislokojë rreth 7.000 ushtar, krahas forcave të policisë dhe xhandarmërisë për të mbrojtur ato pjesë të vendit që konsiderohen si më të rrezikshme sa i takon sulmeve të mundshme terroriste.